Dita e djeshme ka qenë një ditë mjaft e veçantë për Grida Duman. Besojeni apo jo, një ndër figurat më të spikatura të jetës publike shqiptare, Grida Duma, ka mbushur plot 48 vite jetë. E njohur fillimisht si politikane, Grida shfaqi për vite me radhë një profil të veçantë në politikën shqiptare, ku spikati për artikulimin e saj të qartë, qëndrimet e forta dhe aftësinë për të mbrojtur me kurajo dhe dinjitet bindjet e saj. Për më shumë se një dekadë ajo ishte ndër zërat më të fortë në opozitë, duke shërbyer si deputete e Partisë Demokratike dhe një prej figurave femërore më aktive në debatet publike. Në vitin 2022, Duma mori një kthes të guximshme në karrierën e saj, duke u larguar nga politika aktive për t'u përkushtuar gazetarisë dhe botës së medjave. Sot, ajo është imazhi një emisioni që ka fituar vëmendjen e publikut për trajtimin e temave të thella që përfshin politikën, krimin, ekonominë dhe problematikat sociale. Në ndërtimin e saj, emisioni ka arritur të rikthehet në vëmendje si një prej formateve më të forta në ekranin shqiptar, duke treguar se Grida Duma mbetet një figurë me ndikim, pavarësisht pozicionit që mban. Nga foltorja në kuvend, te studioja televizive, Grida ka dëshmuar se eleganca, mendimi kritik dhe forca e karakterit mund të ecin krah për krah. Urime ditëlindje Grida, të urojmë shëndet, sukses dhe vazhdimsi në çdo hap që ndjek.